është emocion i veçantë, të gjendem sot midis jush, në një ditë me simbolik të shumë fisht në fark për gjithë qarkun e Korçës, gëzuar 7 marsin të gjithë mësuesve, përulemi me respekt para jush, çdo arritje jona është vetëm fal punës suaj, në fakt, edhe për mësuesit pensionist, patjetër që puna juaj jeton çdo ditë brenda nesh. Sot përkujtojmë edhe çeljen e mësojnëtores së parë shqipe. Mësojnëtorja e parë shqipe nuk është vetëm një shkollë, është vendi që ndrezi dritën e dijes për gjithë fatin e kombit shqiptar. Prandaj jemi shumë krenar që vim nga ky qytet, që ruan këtë traditë. Një porosi kam për brezin e ri, duke qenë se unë e përfaqësoj atë. Jam e maturës 2009 në fakt, ditëlindja 90. Teknologjia po na jep shumë informacion, po janë mësuesit ata që na japin dije, dhe forca e dijes është ajo që determinon identitetin dhe fatin e një kombi të tërë. Faleminderit mësues të dashur, edhe gëzuar 7 marsin.